Miqtë të TSDS Group, sot jemi në marinën e Orikumit. Do ju tregojmë një procedurë se si futemi në marinë, si marrim autorizimin për të impenjuar kanalin e marinës dhe të bëjmë një akustim të sigurt. Pikë pari, ju e dini që komunikimet me marinën dhe me çdo lloj autoriteti portual bëhen nëpërmjet kanalit 12 të radios VF, ku ju do të sinjalizoni qëllimin tuaj për të impenjuar kanalin e marinës dhe për të hyrë brenda saj. Marina Orikum, këtu barka SPX, kërkojmë autorizim për të hyrë në marinën e Orikumit. Marrje dhe lëshon butonin dhe normalisht merr një përgjigje nga Marina Orikumit, ku ju autorizoni për të hyrë brenda kanalit të marinës dhe në bankinën që ju kanë adresuar për t'u akostuar. Duhet keni parasysh që gjithmonë hyrjet e porteve, siç kemi thënë, janë të sinjalizuar me dritën jeshile dhe dritën e kuqe, dhe në momentin që ne hyrim në kanalin e marinës duhet të mbajmë një shpejtësi të kufizuar prej 2 nyjesh deri në 4 nyje. Pra kjo është në varësi të themi se cilës marinë. Për këtë arsye është mirë që dhe ta komunikoni këtë gjë me autoritetin e marinës në mënyrë që ato t'ju japin dhe shpjegimet e duhura se cilat janë kufizimet për të hyrë në marinë. Pra në këtë moment jemi duke hyrë në marinën e Orikumit, ne do të mbajmë krahun ton të djathtë dhe ju e dini që krahu i majt sinjalizohet nga drita e kuqe, krahu i djathtë sinjalizohet nga drita jeshile, që përkojnë dhe me jeshilen tonë të startboard dhe me port side që është me dritën e kuqe. Kjo është mënyra se si ne futemi nëpër kanalet e marinës dhe të keni parasysh që shpejtësia e kufizuar prej 2 deri në 4 nyje është gjithmonë e kërkuar, pasi në këto hapësira të ngushta ne nuk është që kemi shumë mundësi manovre. Pra, ky është momenti që ne jemi brenda kanalit të marinës, kontrollojmë edhe nëse një mjet tjetër është i angazhuar në dalje të kanalit, pra që mos kemi probleme kryqëzimi me mjetet që hyjnë dhe dalin brenda marinës. Në këtë moment ne jemi në ujërat të sigurtës, ne jemi brenda pjesës së mbrojtur të basenit dhe do ju tregoj më pas se si zhvillohet procedura akostimit, ku përgatitet mjeti me fenderat për kapës, përgatiten cimat dhe jemi të gatshëm për të kapë atë që quhen spiranca e vdekur, po themi që janë spirancat që na mbajnë të lidhur në akostim brenda marinës. Faleminderit. Pra miq të TSDS Group, tani në këtë moment jemi brenda marinës së Orikumit. Është mirë që gjithmonë të mbahet një shpejtësi e kufizuar, edhe pse kjo kërkohet vetë në tabelat për kapë, po të shikoni në anët e kanalit, jo më shumë se 2 nyje, por nga ana tjetër duhet të kuptoni dhe si frynera, pra në cilin drejtim dhe me çfarë shpejtësie frynera, në mënyrë që ju mos hasni probleme në lidhje me manovrat e juaja. Për këtë arsye kërkohet një shpejtësi e kufizuar, ju të kuptoni edhe cili është drejtimi të frynera, të dini cili është vendi ku ju duhet të akostoni mjetin tuaj dhe të bëni manovrat tuaja përkatëse për të akostuar mjetin në mënyrë sa më të sigurt. Do ishte mirë që këto prova të bëhen në një hapësirë ku ju të kuptoni se si po ndikon era në manovrat që do të ndërmerrni për të akostuar mjetin në mënyrë të sigurt. Ndërkohë, duhet të kontrollojmë me shumë kujdes dhe zhytjen, pra dhe thellësinë e secilës marinë, pasi jo gjithmonë marinat kanë thellësi të mjaftueshme për tipin e mjetit që ju drejtoni. Pra, në rastin konkret, mjeti jonë nuk ka një zhytje të madhe dhe na lejon që të jemi shumë fleksibël në manovrat tona, por nëse do të kishim qenë me një mjet të kategorisë siç janë mjetet e akostuara përballë, duhet të kemi shumë kujdes se ku do të bëjmë fesën tonë, ku do ta xhirojmë mjetin, ku është pivot point që quhet, pra ku është pika jonë e rrotullimit. Të gjitha këto gjëra do t'i bëni përpara se të ndërmerrni manovrën finale të akostimit. Na ndiqni në manovrën tonë. Pra miq të TSDS Group, kjo është bankina që na kanë adresuar për t'u akostuar. Në këtë moment do të kuptojmë nga frynera dhe në rastin konkret era vjen nga veri perëndimi, çka do të thotë që do na çojë drejt bankinës. Pra lëvizja jonë do të jetë gjithmonë duke kundërshtuar forcën e erës. Por për të arritur për të kuptuar se si na influencon era manovrat tona, ne në një moment caktuar do ta lejmë skafit pothuajse të ndaluar për të kuptuar se cila është shpejtësia që ne era na lëviz në drejtim të bankinës. Më pas, të gjitha manovrat që do të bëhen duhet të jenë manovra me levën njëherë mbrapa, njëherë përpara, por kjo gjë duhet bëhet me kolpo në mënyrë që ne të kufizojmë lëvizjen e skafit qoftë në drejtimin mbrapa, qoftë në drejtimin para. Dhe ju po shikoni, nëse
gjithmonë manovrat bëhen me ngadalë dhe duke aktivizuar motorin dhe sapo skafi fillon të lëviz, ne e ndërpresim manovrën, automatikisht kemi kontrollin e lëvizjes së skafit dhe kemi dhe po themi frenimin ndaj forcës së erës. Pra, kjo lloj gjëje duhet bërë vazhdimisht derisa ne kuptojmë që jemi duke kundërshtuar forcat e natyrës që na çojnë base drejt bankinës. Na ndiqni në manovrat tona dhe ju të jeni të bindur që do të veproni gjithmonë në mënyrë sigurt dhe nuk do të nxitoheni duke sjellë dëme për veten apo për të tjerë. Faleminderit.